Kisha muaj pa bërë video, megjithatë nuk mund të rija pa folur për protestën dhe kjo shprehje e Desmond Tutu tregon pse. Nëse je neutral në situata pa drejtësie, ke zgjedhur anën e shtypsit. Dhe ndërkohë që qindra makina nisen nga Londra për t'u bashkuar mijëra qytetarëve ditën e 21 të kësaj lëvizje, nëse unë do të heshtja, do të thotë që jam kundra atyre që po e bëjnë këtë sakrificë për mua dhe për të gjithë ju. Prandaj, në këtë seri videosh do të tregoj pse unë e përkrah protestën, pse do të vazhdoj të jem në këtë marshim dhe cila është strategjia që mund të na sjellë edhe më shumë rezultate dhe pse jo një fitore finale. Unë e përkrah këtë lëvizje për 4 arsye kryesore. E para, sepse solli shpresën. Kam mbi 15 vjet që kur kam mbaruar universitetin që përpiqem me çdo kusht t'i jap shpresë shqiptarëve dhe shikoja me keqardhje se si kjo shpresë zbehej çdo vit edhe më shumë. Derisa mora pjesë në atë lëvizje ku energjia pozitive dhe shpresa ndjehet sapo shkel aty. E dyta është apolitike. Asnjëri nuk po del të ngrej ndonjë lider apo t'i ris pushtetin një partie politike. Dhe këtë mund ta shikoni qoftë edhe një ditë nëse shkoni aty. E treta, sepse i dha një mesazh të fortë politikës. Prej dekadash politika ishte e ndarë mes dy palëve dhe po harronin totalisht popullin. Të gjithë ne që jemi apolitik, na duke i vetja të çuditshëm. Madje na duke i vetja sikur ishim gabim apo sikur ishim jo normal në këtë shoqëri. Na duhet të na bënin palë me njërin anë apo me tjetrën. Derisa shkova në atë ambient dhe pash që jo vetëm njerëzit më intelektual, më të bukur, edhe më pozitiv janë aty, por duket sikur shumica tërmuese e shoqërisë është apolitike, thjesht ka dashur momentin dhe mënyrën për ta treguar. E katërta, tregoj që jemi të bashkuar. Aty ka shumë grupe interesash të ndryshme. Madje mund të mos gjejmë asnjë njeri që ka të gjitha idetë njësoj me njëri tjetri. Dhe madje ka dhe shumë parti. Dhe kjo nuk ka pse të konsiderohet e keqe. Të gjithë ne na bashkon një qëllim, një objektiv, një jetesë më e mirë. Dhe pavarësisht këtij diversiteti, të cilin unë personalisht e adhuroj, prej më shumë se 20 ditësh ne jemi së bashku aty. Tani pse unë do vazhdoj ta përkrah këtë lëvizje? E para njerë sepse tashmë ka fituar shumë dhe çdo ditë që vazhdon do të fitoj, por duke qenë aty unë i bëj mirë shëndetit tim. Ne jemi qenie sociale dhe kemi nevojë të përkasim diku. Aty unë ndjehem sikur kontriboj përtej dëshirave të mia individuale. Aty unë ndjehem sikur i përkas diçkaje. Aty ne kemi një kaos, aty ne ecim, çdo ditë kemi një rutinë përpara se të flem, e cila nuk është para ekranit, por duke shëtitur mes njerëzve, të cilët i vlerësojmë, mes njerëzve që na frymëzojmë dhe nuk është algoritmi ai që na tregon se çfarë të shikojmë, por jemi ne që përzgjedhim në atë diversitet njerëzish, parullash, mendimesh se çfarë do të shikojmë. Dhe kjo është e shëndetshme për mua, është e shëndetshme për ty. E dyta që është po kaq e rëndësishme për të mirën tonë të përbashkët është sepse kjo lëvizje po i sjell me këmbë në tokë shtresën politike. Pa këtë lëvizje, ata po dukej sikur jetonin në një iluzion, ku ata janë zotat e këtij vendi. Ndërkohë, roli dhe përgjegjësia e tyre është t'i shërbejnë këtij vendi. Një gjë që po dukej qesharake kur e flisnim më përpara, ndërkohë tani po merr sens gjithmonë edhe më shumë dhe sa më shumë ne vazhdojmë rrim aty, aq më e vërtet do të bëhet. Unë jam një qytetar i thjesht, ashtu si shumica e atyre që janë në atë lëvizje. Nuk dua të kandidoj për deputet, as nuk dua t'i futem një politike, por kjo nuk më heq të drejtën për të kërkuar llogari. Ata deputet, 140 që më përfaqësojnë mua në atë parlament, duhet ta kuptojnë këtë gjë. Nuk ka nevojë që unë të jem kundërshtari i tyre për t'ju marrë vendin, apo t'i përkrah me patjetër që ata të më dëgjojnë, edhe të na dëgjojnë. I vetmi rol dhe e vetmja përgjegjësi që ata kanë është të shërbejnë dhe të dëgjojnë interesat e njerëzve të thjeshtë. Dhe nëse ne vazhdojmë rrim në heshtje apo bëjmë luftën e tyre kush do ketë pushtetin, siç ka qenë më përpara, ne shtojmë arrogancën e tyre. Sepse
sepse ata do vazhdojnë të rrethohen nga njerëz politik që ose i sulmojnë se duan t'ju marrin vendin dhe pushtetin e tyre, ose i lavdërojnë dhe nuk i kritikojnë për asgjë sepse janë të varur nga ata. Ne jemi popull dhe shtresa apolitike. Nuk duam as pushtetin e tyre dhe as nuk duam t'i lavdërojmë, por duam t'i mbajmë përgjegjës për rolin që kanë marrë dhe arroganca është gjëja e vetme që mundet ta prish këtë diskutim edhe këtë diskurs që ne duhet të vendosim. Dhe asnjëherë arroganca nuk përfundon mirë. Prandaj kjo ju bën mirë të gjithëve, i bën mirë edhe atyre edhe ne, sepse i sjell me këmbë në tokë. Tani pjesa e vështirë se si mundet kjo t'jap edhe më shumë rezultat se sa ka dhënë. Si fillim, duhet të kuptojmë që nëse duam të përfitojmë më shumë ne si popull apolitik, duhet të kuptojmë që politika është një bish krejt tjetër. Është një realitet krejt tjetër. Nuk funksionon ashtu siç ne ëndërrojmë, idealizojmë apo shpresojmë që të funksionojë. Ajo funksionon në një mënyrë krejt tjetër dhe është thjesht fakt. Nuk ka rëndësi të diskutojmë është e drejtë apo jo e drejtë, ky është një fakt që ne duhet ta marrim në konsiderat për të qenë me këmbë në tokë, të mos jemi naiv për të na manipuluar lehtësisht dhe gjithashtu të mos kemi pritshmëri për të zhgënjyer në fund. Ajo që ka rëndësi për ne të kuptojmë është se në politik kanë rëndësi grupet e interesit, kanë rëndësi interesat. Dhe sa më të forta të jenë këto grupe interesash, sa më të pushtetshme të jenë, aq më shumë e influencojnë vendimarrjen dhe vëmendjen e politikës. Pra, duam apo s'duam ne, një oligark, mafioz, apo qoftë edhe një ambasador, kanë më shumë pushtet dhe para për të influencuar më shumë politikën se sa një qytetar i thjesht. E vetmja mënyrë që një qytetar i thjesht të ketë shanse të influencojë politikën është të bashkohet ashtu siç jemi bashkuar tani. Prandaj, vazhdimësia është kritike. Pavarësisht se këto 21 ditë kanë dhënë efekt të jashtëzakonshëm, çdo ditë që ne vazhdojmë që ndrojmë të bashkuar në këtë kauzë apolitike, çdo ditë mirëqenia e popullit shqiptar bëhet më e mirë. E dyta që ka rëndësi të kuptojmë është se në politik perceptimi është më i rëndësishëm se realiteti. Një politikan e ka shumë më të lehtë të bind 100 njerëz të thjesht, qoftë edhe 100 njerëz analfabet, sesa të bind një kirurg apo një shkencëtar. Kështu që mos prisni të dëgjojnë kirurgun edhe logjikën, ata dëgjojnë masën. Prandaj këto mesazhet e influencerave janë kritike. Ato komentet që ju bëni si njerëz të thjesht në postimet e tyre dhe kudo janë kritike. Presioni online që po i bëni është kritik dhe duhet të vazhdoj. Kështu tërbohuni në TikTok edhe në Instagram sa më shumë me kreativitetin që keni, çdo njeri sipas mënyrës së tij, në të gjitha format vazhdoni këtë presion online. E treta dhe më e rëndësishmja është që politika është si një lojë shau, është strategji, ku shumë element, më shumë se në një lojë shau lëvizin. Dhe strategjia që të godasësh direkt mbretin është thujse strategjia më e vështirë. Kështu që ne duhet të mendojmë pika të dobta të cilat duhen ngrënë një nga një për të ngelur mbreti i pafuqishëm për të mbrojtur. Prandaj, ne duhet të nisim të sulmojmë aty ku kemi shanse të godasim fort dhe aty ku kemi shanse të influencojmë më lehtë me njerëz që janë më afër mendimit ton. Disa pika të dobta janë presidenti apo avokati i shtetit, janë dy figura që në këto momente janë totalisht inekzistent, janë jo shumë të fuqishëm dhe sërish detyra e tyre e vetme është që të mbajnë një qëndrim dhe të përkrajnë një lëvizje të tillë qytetare. Ata nuk po e bëjnë dhe ne duhet i sulmojmë agresivisht, masivisht ata. Sigurisht pa kaluar përtej vlerave që ne kemi treguar deri tani që janë vlera 100% paqësore dhe konform ligjit, madje duke përduar eksaktësisht kreativitetin që ju keni treguar gjatë këtyre ditëve. Për shembull, mundet edhe t'ju ofrojmë ndihmë, se mbase ata janë të friksuar nga pushteti dhe nuk mund t'i kthehen dot kundra. Kanë bërë disa kompromise që janë vendosur aty dhe kanë frikë të dalin kundra. Mbase mund t'i dalim t'i mbrojmë, t'i themi që do ju mbrojmë ne, po eja
jani me ne, ose çdo formë që ju e mendoni, sepse kreativitetin e keni në maksimum, kështu që vazhdoni, bëjuni presion këtyre figurave dhe për t'ia hequr këto gurshau mbretit me të cilat ai sulmon edhe mbrohet. Një fitore tjetër e vogël mund të jetë si ajo e Bashkimit Evropian, e cila, pavarësisht se ishte fitore shumë e madhe, harrohet shumë shpejt. Por ne mund të zgjedhim një taktik duke ju drejtuar çdo shteti të Bashkimit Evropian tek për tek. Njësoj si shkryuam atë parullën EU, do you hear us? Mund të nisim të kapim çdo shtet një nga një, mund t'i drejtohemi ambasadës së çdo shteti një nga një. Bashkimi Evropian është nëna e burokracisë, mbahet për të thënë shumë gjëra që s'thon asgjë, por ne mund t'i forcojmë të mbajnë një qëndrim. Dhe në qoftë se këta e bëjmë një nga një, kemi shumë shtete për të konvertuar, shumë loj shau për të luajtur. Tjetra është mediat ndërkombëtare, e cila ka interesat e veta politike apo të biznesit për të qenë pro ne dhe për të na mbuluar këtë protestë. Ne duhet ta përdorim këtë mjet që kemi për të forcuar influencën tonë si popull apolitik. Mundet të nisim të postojmë dhe të tagojmë çdo ditë CNN-in për t'i thënë, hey, jemi ditën e 20 apo 100 dhe shikoje, kjo nuk është fake news. Mund të nisim të bëjmë deklarata dhe parulla për media ndërkombëtare që të marrin vëmendjen e tyre. Mund ta nisim edhe me mediat lokale në Itali, në Gjermani, në Holland. Ka aq shumë media, ka aq shumë mundësi që ne mund t'i përdorim për të fituar pak nga pak në kjo lojë afatgjatë strategjike që kemi hyrë. Prandaj, loja duhet të jetë për të synuar fitore të vogla një nga një në mënyrë afatgjate. Kjo nuk mundet të mbyllet në 1 muaj, kjo nuk mundet të mbyllet në 2 muaj, kjo nuk mund të mbyllet me një fitore të madhe, kjo duhet të mbyllet ditë pas dite me nga një fitore të vogël çdo ditë. Prandaj, gjithmonë edhe më shumë, gjithmonë edhe më kreativ, vazhdojmë rrugën që kemi nisur.